Faleminderit shumë, Zoti Osmani. Jam shumë I lumtur sot që jam këtu me gjithë ju dhe shpreh kënaqësinë time për këtë projekt të rëndësishëm për qytetarët e kryeqytetit dhe Termokosi si kompani e ngrohjes qendrore. Po doja të shfrytëzoja këtë mundësi për me falendëruar dhe qeverinë e Republikës së Gjermanisë, KfW, Bankën Evropiane për Zhvillim, delegacionin e BE-s, qeverinë e Kosovës e komunën e Prishtinës, të cilat mundësuan këtë projekt të rëndësishëm për sektorin e energjisë në Kosovë dhe në veçanti për sistemin e ngrohjes qendrore në kryeqytet. Cili është roli I këtij projekti? Projekti konsiston në ndërtimin e një centrali diellor me kapacitet prej 50 MW për të siguruar kapacitet shtesë të energjisë ngrohëse dhe zgjerimin e rrjetit të ngrohjes qendrore në qytetin e Prishtinës. Fushveprimi I projektit përfshin një zgjerim të rrjetit I cili zbatohet në faza, dhe me fazën e parë pra e kemi një zgjerim shtesë prej 50 MW. Një zgjerim I mëtejshëm I rrjetit do të jetë edhe prej 20 MW shtesë, pra një kapacitet total prej 70 MW që do të merret në konsiderat edhe në një fazë të mëvonshme në varësi të kujdesit të mëtejshëm duke përfshirë konfirmimin e përputhshmërisë edhe me marrëveshjen e Parisit. Projekti do të ndihmojë kryesisht në promovimin e cilësisë së tranzicionit të gjelbër, duke kontribuar në zbutjen e ndryshimeve klimatike. Pra termocentrali I ri dhe rrjeti I zgjeruar I ngrohjes qendrore do të zvogloj emitimet e dioksidit të karbonit të lidhura me ngrohjen, do të përmirësoj cilësinë e ajrit në gjithë kryeqytetin dhe do të integroj furnizimin me energji të rinovueshme në sistemin e ngrohjes qendrore të Prishtinës. Zgjerimi I rrjetit do të shërbej lagjeve që aktualisht nuk janë të lidhura me sistemin e ngrohjes qendrore, duke zëvendësuar kështu pra sistemet individuale të ngrohjes, të bazuara në ngrohës elektrik direkt, dhoma me lëndë djegëse të ngurta rudimentare dhe linit, të cilat lëshojnë gaze ser intensivisht. Pra, gjitha këto janë lajme pozitive për kryeqytetin, sepse potenciali I kursimit të dioksidit karbonit në rastin e 50 MW për shkak të integrimit të sistemit në energji të ripërtrishme në zona të reja dhe ndryshimit në furnizimin me ngrohje të ngrohtë është 32.327 ton dioksid karbon në vit. Pra është një intervenim super pozitiv për kryeqytetin me matës ashtu të drejt për drejt të përmirësimit të ajrit në kryeqytet dhe të ambientit në përgjithësi. Cilat janë objektivat e këtij projekti? Pra ne synojmë këtu që të rrisim pjesën e energjisë të rinovueshme në rrjetin e ngrohjes qendrore të Prishtinës, duke rritë sigurinë dhe qëndrueshmërinë energjetike në gjithë kryeqytetin dhe përmirësimin e performancës financiare dhe operative edhe të Termokosit, përmes rishikimit të metodologjisë të përcaktimit të tarifave dhe përgatitjes po ashtu të një plani për menaxhimin e të gjitha aseteve dhe të infrastrukturës të kësaj kompanie. Financimin e projektit, pra marrëveshja projektit dhe grantit për programin e ngrohjes qendrore me energji diellore, këtë vetëm se kemi nënshkruar tashmë 2 vjet me 20 dhjetor të vitit 2022. Pra projekti ka të bëjë me ndërtimin e një termocentrali diellor dhe integrimin e tij në sistemin ekzistues të ngrohjes qendrore, duke përfshirë një zgjerim të rrjetit, pra, siç e theka edhe më herët, deri në 50 MW në Prishtinë, dhe kërkesat e reja për ngrohje të lidhura do të furnizohen nga termocentrali I cili quhet Solar for Kosovo dhe është I përbërë nga fusha kolektorit termik diellor
ruajtja sezonale dhe pompa nxehtësisë me thithje të nxehtësisë, dhe nxehtësia nga impjanti ekzistues i kombinimit të nxehtësisë dhe të energjisë në termocentralin Kosova B. Ky projekt përfshin komponentët kryesor, të cilët janë impjanti për ngrohje qendrore, komponentët dhe integrimi i sistemit të ngrohjes qendrore, po ashtu ka edhe shërbime konsulence edhe stafi njësisë së zbatimit të projektit. Është një kosto e cila është e vlerësuar për të gjithë projektin, e cila qëndron në themel të vlerësimit të këtij projekti, pra është përafërsisht 80.5 milion euro. Shuma e grantit të KfW-s për këtë projekt është 31.6 milion euro dhe shuma e grantit të WBIF është 22.5 milion euro, e ndarë në një grant investimi prej 16.5 milion eurosh dhe një grant asistente teknike prej 6 milion eurosh. Pra përfshirë këtu edhe 100.000 euro për aktivitete të komunikimit të dukshmërie, ndërsa kontributi vetanak do t'jetë 4.4 milion euro dhe financim shtesë në shumën prej 22 milion euro është parashikohet të sigurohet edhe nga Banka Europiane, pra Bergji. Projekti Solar for Kosovo do të mundësoj shtrirje të rrjetit në disa pjesë të Prishtinës, e që është pika e parafundit të cilën e kemi pas me kryetarin Rama në pjesë të programit 4 vjeçar, ndërsa për pjesën e zgjerimit të rrjetit në gjithë Prishtinën, besoj që shumë shpejt çështje muajsh do dalim edhe me analizën për komplet Prishtinën, duke ndarë të njëjtën në 11 zona të reja. I'm pleased to present to you the master plan of the district heating extension project of the Solar for Kosovo project, and thank you for the introduction. So most content, although I didn't understand, was already presented, but now with slide and some more insights maybe. My name is Felix Eckert. I'm a project manager of the implementation consultant team, a joint venture between IC Consulenten and... So, after the introduction, I want to give you again a brief project overview. Then we will talk about the extension areas, how we selected them, and then the procedure, how to get the connection, and about the timeline. So the whole project comprises of two main components. One is the heat generation facility, the solar plant, and the other is on the consumption side, the network extension, which which consumes the additional heat which is generated. The solar heat yield is around about 44 gigawatt hours per year. And this additional heating capacity allows the connection of round about 200 big buildings.